Jo, ke dashurën time du më shumë se tjerë, kuptuat, sa kam veçantë vëlla. Po edhe tjerë të respektoj, normal, bravo. Ka më pak si sa këto tjerët. Mor sa prat punë jam edhe i martuar, më jam bab me fëmijë, po. Je bab me fëmijë? Po. Çfarë sa fëmijë Po, ke? duhet jena sa më shumë seriozë këtë pjesë, jo me. Pra i martuar jam me kompleksu jetën në përgjithësi, kështu që zotit. Po edhe në këtë pjesë për dashnore jam mirë, nuk jam keq. Jam mirë, domethënë në përgjithësi yes sir, it's very good, it's alright forever. Jo. Po pastaj ku ti bi më shumë valla, majtë se po djatës, mikën Jo, më ke si Tirana me këto përgjigje politike. Djallës me të majtë nuk kam fare energji aty, me djallën më shumë jam më energjik, më impulsiv. Po pse kanë më shumë këto, le të themi, kanë projekte më të rëndësishme për sa i përket popullit e djatha? Tash edhe majta kanë gjësinë vet, po e djallë është pak më superiore. Po në programin konkretisht sot ku jemi me çeljen e fushatës, kush është më mirë, është e djatha apo e majta? Ti thu për masturbim? Kjo është ajo, do takojmë më shpesh që të flasim bashkë. Nuk e ke për këtë aspekt të vëllazë. Ka filluar fushata politike, Partia Demokratike njihet gjithmonë botërisht njihet që është e djathta. Mirë është që ta E marrim. majta është Partia Socialiste. Mirë Pra, është- mirë është- ku t'ja jep votën unë? Kush mendon se Tjetër se kalu, respekt. Mirë është që ta marrin edhe djallë se rritën pensionet edhe mbrapa populli ka më shumë zhvillim në aspektin seksual. Se kjo është pjesa kryesore vëlla. Për në këtë botë kjo pjesë kryesore e ruan shpirtin e njeriu nga veprat penale. Bravo. Sa më shumë shtëpi publike në Shqipëri, aq më shumë përpara do ecën ky popull, sidomos brezëri që po i pushon zemra nga masturbimi i tepërt. Mos. Edhe fati ka qeveria. Shumë rinia po na dobësohet, po na keq trajtohen nga masturbimi, nga epshi pa i shfrenum. A duhet ketë një lloj programi, një lloj. Do të bëjmë diçka. Ja, do të bëjmë diçka, bëj thirrje Edi Ramës, Berishës, I bëjmë thirrje gjithë vajzave shqiptare. Jo, politike se vëlla, mos e kthe. Edhe politikë, po edhe vajzave. Ta ulin pak çmimin e pazarit, edhe të mendojnë për këtë rini se mos na vdesin rinia se ju pa ne nuk keni jetë. Edhe femna vetëm me lot rastësi nuk shtyhet vëlla. Po, edhe ajo. Ushë mund kem super kë këtu. Super kë. Gjithë kë super kë keni. Unë jam me cilësi të veçanta në fakt, në kuptimin e kam aftësi të veçanta si super kë që jam. Jam ndër super kët më të papam, më të veçantë që ka pas historia shqiptare. Edhe në botë, patjetër, po këtë është ka në një tjetër që Veçanti rreth i tropojës krenohet me mua vëlla, me këtë zotni po. E kam shpëtuar tropojën. E kuptoj.